Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion ton çdo mëngjes. Gazeta shqiptare çelet me titullin Rriten pensionet për 20.000 vet, listat. Vendimi i qeverisë. Përfitues ata që kanë dalë në pension nga viti 1993 në vitin 1996. Tabelat me rritjet përkatëse për çdo pensionist. Përfitimi për qytetarët nga 1 qershori 2016. Shuma mesatare e rritjes është 7.000 lek. Trondit komando. Mire bëra që e vrava Nesim Hoxhën, se mos është gjallë. Krimi makabër në përmet, dëshmit. Kryeplaku i fshatit, Alban Voda ja preu kokën viktimës te dera e shtëpisë. Brikena Metaj sjell më tepër hollësi për këtë kronik. Nga Brizida Gjikondi botohet opinioni ditës me titull Ku janë sot femrat shqiptare? Nga Monika Stafa, Gratë dhe seksi. Vetingu, Basha, kthimi i kandidatëve antikushtetues. Rama, të pashpres. Arestimi në Greqi, furnizonin me drog ISIS, një shqiptar kreu i grupit. Kapobanda i Lushnjës, kushtetusja befason me vendimin, Aldo Bare, një hap drejt liris. Kompensimi, Agjencia e Trajtimit të Pronave, statusi i çdo prone në Elbasan, Peqin, Librazh dhe Gramsh. Kreu Inspektoriatit të Punës për te i kornizave, Dritan Ylli, nuk jam politikan klasik, më pëlqen profili i thjesht. Replikat. Nga Ardian Vebiu vjen artikulli që sjell titujt Vebiu akuzat ndaj Diana Çulit të egzageruara. Leka dhe Bloshmi u dënuan si grup armiqësor, jo për poezit. Ajo nuk ishte zgjidhje. Agron Tufa, ja dokumentet që provojnë se poetët u pushkatuan nga akt ekspertiza. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama çelet me titullin Për buxhetorët, vendimi, rriten rrogat për mësuesit dhe mjekët. Zbardhet vendimi i qeverisë për rritjen e rrogave. Sa bëhet paga për mësuesit, mjekët, infermierët, ushtarakët dhe 110.000 buxhetorët. Kushtetusja i heq burgun e përjetshëm Aldo Bares. Emrat e 5 gjyqtarëve që votuan pro dhe 2 kundër. Basha i telefonon Mustafa Nanos pas kërkesës në televizion. Reagon kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, horr si ata të Ramës. Edi Paloka i përgjigjet Mustafa Nanos, po ndjek strategjinë e re të padronit. Senatori italian në çadër, qeveria po bojkoton demokracinë, mbështet Bashën. Vendimi unanim i kushtetueses, gjykata rrëzon Elvis Roshin, zgjedhje të reja në Kavaj. Në Shkodër, përgjimet e gjobvënsve, sot është data me marr lekt. Intervista, Ramiz Alia, përplasjet me Mehmet Sheun, nuk ishte agent. Një opinion nga Mentor Nazarko mban titullin Pse kuvendi shtu 7 ditë fillimin e vetingut. Nga Samineza, kush ka leje të flas nga çadra. Nga Aleksandr Dhima, letra e hapur për Akademinë e Shkencave. Nga Funzile Mlambon Kuka, gratë në botën e punës në ndryshim, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli në faqen e parë titujt ligji i ri, lejet për shtesa, janë ndryshimet. Ndryshojnë taksat që do të paguen dhe procedura për punime të vogla. Vendimi, do të lejohet shtyrja disa here punimeve të prapambetura, kushtet. Flet ministria Gjermeni, rastet kur do të kërkohet leje dhe kur merret autorizimi për punimet. Banda e Lushnjës, dosja Aldo Bare, gjykata kushtetuese i hap rrugën liris. Gjykata gjen shkelje, ja kthen çështjen apelit. Historia ish specialit të policisë që hyri në rrugën e krimit kur ju vraj vllai. Një opinion nga Marsida Simon mban titullin Mjaft festuam për 8 mars. Pezullohet vetingu, lufta Partisë Socialiste, lëvizje socialiste për integrim për avokatin e popullit. Pra paskenat e përzgjedhjes së antarëve, debati edhe për rolin e presidentit. Vulloset vendimi, Elvis Roshi humb mandatin, gati zgjedhje të reja në Kavaj. Vendimet e vitit 1996-1997,
pensionet e ulta, ja kategoritë që përfitojnë tjetër rritje. Kreu i antimafjes, Shqipëria rekord për kanabis, hetime për mbetjet kimike. Roberti flet për dosjet e hapura në të dy vendet, lufta mes grupeve kriminale për të fituar territor në Itali. Kriza në familje, rekord divorcesh dhe urdhra mbrojtjesh në gjykat. Një ditë në burgun e grave, 400 të dënuara lot malli për fëmijët dhe gëzimi tyre për festën e 8 marsit. Arestimet në Shkodër, zbulohen përgjimet e gjobënësve të bizneseve, duhen bërë 1 milion lek. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, banda e lushnjës, kushtetusja shfuqizon dënimin për jetë të Aldo Bares. Një vendim i gjykatës kushtetuese, i cili ende nuk është publikuar zyrtarisht, kthen për i gjykim dosjen e Aldo Bares në gjykatën e lartë, pasi akuzuari për 4 vrasje dhe disa krime të tjera, pretendon shkelje të procedurave të gjykimit. Dekriminalizimi, gjykata kushtetuese rrëzon kërkesën e Elvis Roshit. Gjykata kushtetuese përjashtoi Elvis Roshin për jetë nga funksionet publike, ndërsa ligji i dekriminalizimit i mbijetoi edhe provës finale. 3 muaj pas shkarkimit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Qeveria, Elvis Roshi, ish kryebashkiaku i Kavajës, humbi betejën ligjore edhe në gjykatën kushtetuese. Korç, Rama, reforma në arsim e prekshme për gjeneratën tjetër. Nishani, presidenti i parë shqiptar në Preshev. Presidenti Nishani nënvizoi se autoritetet shtetërore shqiptare nuk janë të përfshira në angazhimet apo vendimet e vendeve të tjera. Ai qartësoi se popullsia shqiptare ka përfaqësuesit e saj politik, të zgjedhur në Bujanovc dhe Preshev. Pronat e krimit, gjykata vendos sekuestrimin e hotelit tek u i ftohtë. Ngërsh është cikli i karikaturave nga Bujar Kapexhiu. Rekomandim, zonja Kalavera, lexoni ligjin. Një koment nga Katalin Floresco mban titullin Populizmi, një rrjedhë ndalshme në Europën e sotme. Nga Ndriçim Kulla, komenti me titull Qeverisja a Markord. Nga Agustin Palokaj, Evropa zgjohet nga gjumi dhe kthen Ballkanin si prioritet. Sisley në Venecia, e drejta e humbur dhe e gjetur. Në brendësitë gazetës Mapo sot është suplementi Mapo Ide. A na duhet shërbimi detyrueshëm ushtarak kombëtar? Janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf, tunelet e ushtrisë, depo për mbetjet kimike. Boshatisja nga tunelet nën-toksore të qindra tonë armatim dhe municion, si dhe mbyllja hermetike dhe me shpërthim e 10 minierave në të gjithë vendin, si në Elbasan, Labinot, Qukës, Librazh, Berat, Gjirokastër, Dibër e tjerë, hedhin dyshime për groposjen e helmeve. Fletish zëvendës kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Dëshira Subashi. Është fatkeqësi të drejtosh një vend, një popull, duke shkelur ligjet dhe duke drejtuar gishtin tek tjetri. Akuzat ndaj gjyqësorit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lobet shoqërore dhe interesat partijake. Një opinion nga Angel Musai mban titullin Çekiçi i ndryshkur i vetingut të Ramës. Nga Safet Ramolli, 8 marsi, dita e të gjithëve. Vizita në luginën e Preshevës, presidenti Bujar Nishani pritet me flamuj kombëtar shqiptar. Serbia, masa sigurie. Partia Demokratike, shkeljet e kushtetutës, letra e Kalaveras, dallaverja e Ramës dhe kronika e një rrëmuje të paralemëruar. Diplomati Agim Nesho, protesta e opozitës shqiptare ka një kauz të drejtë. Të huajt duan më shumë stabilitet se sa liri. Kuvajti është një vend mik i Shqipërisë. Kreu i kontrollit të lartë të shtetit, Dr. Bujar Leskaj, takohet me presidentin e Byros Shtetërore të Auditimit të Kuvajtit, Adel Abdulaziz Al-Saravi. Takime dhe me presidentin Nishani dhe kryeparlamentarin Meta. Vatra e gjuhës shqipe. Huliganët Maqedonas tentojnë të djegin ndërtesën e Kongresit të Manastirit, po luajnë me zjarin. Ekskluzive me nën kampionen e Evropës Luiza Gega. Telegraf sjell për 8 marsin emocionet e atletes shqiptare. Me politikat e tij, shteti të jap prioritet sportistëve femra. Trajneri Stërmasi, ndihemi shpërblyer. Kantina e Verës Librazh, tradita 57 vjeçare që po vazhdon. Emrat e Skënderbegasve në vite, kujtime për Estref Musabelliu, Perlat Bina, Jaçe Lula dhe Xhemil Çela.
Teatri Operës dhe Baletit, balet me fondet publike, 60 milion për roje private, kur është në rekonstruksion. Mjekësia, rastet e diabetit që kërkojnë trajtim serioz, ngrënia e shpejtë sjell zhvillimin e sëmundjes, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita në faqen e parë titujt Republika e re e gangsterëve të vjetër. Nga Viktor Malej botohet analiza ku trajtohet anatomia e shtabit politik të çadrizmit. 11 portretet e fushimit çadrist, duke nisur nga njeriu që ka ndruar emrin, datëlindjen, partinë dhe ideologjin, po kur etjen për pushtet dhe sundim, dhe deri tek në një akademik me grada të rënda shkencore, por mendje të lehtë qytetare. Për pensionet e lidhura në 1996, hyn në fuqi skema, zbardhja e plotë e vendimit për të gjitha pensionet e lidhura në vitin 1996, sa ishin dhe sa bëhen, si llogaritet pagesa e re, kush merr pension të reduktuar. Nga Arben Duka botohet prononcimi shpëtua do shpëtoi Shqipërinë, letrat e lexuesve, më 18 qershor apo më 10 shtator. Histori, Timo Luto, ngritja e Ramizalis, vdekja e Enver Hoxhës, kujtimet e gazetarit. Nga Mojkom Zeqo botohet artikulli Metaforët e profecive dhe historia jon. Nga Bedri Islami, e kujt është çadra në bulevardin e Tiranës. Intervista e ditës, Fatos Klosi, i shtrëngoi dorën Ramës për qëndrimin ndaj çadrës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Koha jon, Aldo Bare shpëton nga burgimi i përjetshëm. Ish kryeministri Sali Berisha, tani radhën e lirimit e kanë Zani Çaushi, Konstantin Gjovani e të tjerë. Nishani, presidenti i parë i Shqipërisë që viziton Preshevën. Kryeministri Edi Rama armatoset për protestën e opozitës. Kreu i opozitës, Basha, shtyrja e vettingut, loj kukafshefti dhe antikushtetuese. Një opinion nga Andi Betja mban titullin Reforma në drejtësi, fëmia që lindi i vdekur. Një analizë nga Lorenz Vangeli, 9 javë gjysëm në Tiranë. Nga Gjovalin Gjeloshi, komenti ngricat që na kujtuan rajonizimin. Qëndrimi i Partisë Socialiste, Fatmir Xhafaj, vettingu u shty për shkak të kërkesave të kandidatëve. Kodi elektoral, Luan Rama, nuk janë marrë parasysh rekomandimet e OSBE-s për reformën zgjedhore. Gazsjellsi, ambasadorët vizitojnë kanterin e Transadriatikut në Shqipëri. Kontrolli i lartë i shtetit, marrëveshje me Byroun e Auditimit të Kuvajtit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha jon. Gazeta Sot në faqen e parë titujt Zbardhen prapaskenat për shtyrjen e vettingut, ja si politika bllokoi Byron kombëtare. Në mars duhet të niste aksioni arrestimeve VIP. Fatmir Xhafaj, me vettingun po rrezikohet ngritja e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Presidenti nuk ushtroi 2 herë kompetencat për reformën. Sokol Hazizaj, politika dështoi qëllimisht vettingun. Procesi duhet të nisë nga e para, u shkel kushtetuta. Hyn në fuqi vendimi, ja kategoritë që përfitojnë në rritje pensioni, masa e përfitimit sipas viteve. Hapen 2270 vende të lira pune në administrat, ja institucionet dhe pozicionet e preferuara. Kontrolli i lartë i shtetit, marrëveshje bashkëpunimi me Kuvajtin, Bujar Leskaj, auditime të përbashkëta. Kushtetusja rrëzon Elvis Roshin, kavaja drejt zgjedhjeve në prill, koalicioni i Partisë Socialiste, Lëvizje Socialiste për Integrim në provë force para 18 qershorit. Bem Blushi, shtyrja e vettingut e turpshme, reforma e trukuar politikisht, nuk bëj koalicion me Berishën dhe Ramën. Thellohet konflikti mes presidentit dhe mazhorancës. Deputetët e Partisë Socialiste i përgjigjen Nishanit, akuza se po punon kundër reformës. Bllokimi i reformës zgjedhore alarmon OSBE-n, grup ekspertësh në Tiranë, takime me Ramën, Bashën dhe Luan Ramën. Pas Maqedonisë, tensione edhe me Greqinë. Kocias paralajmëron dështim të bisedimeve me Bushatin. Athina kundër integrimit në Bashkimin Evropian. Një koment nga Zem Parlaku mban titullin Marsi, ky muaj simbol. Nga Besi Bekteshi, trimi i shfaqjes është frikacak demokracie, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot.
Në faqen e parë sjell titujt: bizneset e huaja pushtojnë Tiranën. Por nga Italia vjen një goditje e rëndë për call centeret. Sikur projekti evropian i Prince Vidit të kishte funksionuar, Ivanov luft platformës shqiptare, i ankohet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Intervista: Ben Blushi ju tregoi paktin Rama-Meta-Basha kundër drejtësisë. Viti 97, kur Ardian Klosi akuzonte Preçzogajn për marrëveshjen e 9 marsit me Berishën, ç'pun kishe ti aty? Përgjimet: tanëve merru lekt, biseda e gjobvënësve për tregtarët e Shkodrës. Viti 97, nga Merobaze botohet editoriali me titull Kush është kundër kësaj drejtësie? Nga Andi Bushati, një thik pas shpine për vetingun. Nga Skënder Mingjozi, një çadër e vogël. Nga Lorenz Vangjeli, 9 javë gjysmë në Tiranë. Antena brenda familjes, ditari Megi Pjeshkës, mbresat nga biseda e Mediut me kongresmenët, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, çadra që zbardh gënjeshtrat e Ramës. Ndërsa mbështetja ndërkombëtare për çadrën e protestës ose parlamentin e qytetarëve është rritur së tepërmi, ditë për ditë protesta po zbardh gënjeshtrat e Ramës. Senatori italian në sheshin e Lirisë nuk jeni vetëm në këtë betejë. Senatori Mario Mauro, ish ministri i mbrojtjes në Itali, ish zëvendës presidenti i Parlamentit Evropian, deklaron: jo opozita, por qeveria po bojkoton demokracinë. Vetëm qeveria e Bashës mund të luftojë krimin. Basha, arsimi në vend i degraduar. Qeveria i shërben klientelës. Në ditën e mësuesit, kreu i opozitës Lulzim Basha foli për arsimin në vend, i cili sipas tij është në ditët më të vështira. Nga çadra e ngritur përpara kryeministrisë ai theksoi se kjo qeveri nuk ka ndërtuar asnjë shkollë dhe se mësuesit janë zëvendësuar me militantë. Klika e Edvinit liron Aldo Baren për ta vendosur në shërbim të skemës që do të vjedhë zgjedhjet e qershorit. Vizita historike, pritje madhështore për presidentin Bujar Nishani në luginën e Preshevës. Nishani, me kushtetut, presidenti e ka për detyrë të mbrojë interesat e shqiptarëve. Nga Qemal Sakajeva botohet artikulli Nyja Gordiane e demarkacionit. Duhet një mendje dhe një shpat. Nga Leonora Laçi, flijimi Marie Shllakut të mos lihet në heshtje nga Bashkia e Shkodrës. Bujar Leskaj, kontrolli i lartë i shtetit, auditime të përbashkëta me audituesit e Kuvajtit. Presidenti i Byros Shtetëror të auditimit të Kuvajtit zhvillon një vizitë zyrtare 2 ditore në Shqipëri. Nënshkrua një marrëveshje bashkëpunimi me kontrollin e lartë të shtetit. Forum, nga Timothy Gertonash botohet artikulli Si mund të shpëtohen turqit prej Erdoganit. Nga Gani Mehmetaj, margaritar dhe marzi shqiptare. Nga Nikolin Lëmezhi, me pen dhe me gjak, Ad Gjon Pantalia. Një dosje nga Kasrio Dervishi sjell përvoja e së kaluarës dhe e ardhmja. Siguria publike dhe xhandarmeria në Shqipëri janë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Ballkan, vendimi i qeverisë, sa rriten 20.000 pensionet e vjetra. Hyn në fuqi ky vendim. Tabela e përllogaritjes për persona që trajtohen me pension të plot pleqërie. Sa përfitojnë ish ushtarakët, punonjësit e nën tokës dhe ish punonjësit gra në arsim dhe kulturë. Taksa e infrastrukturës, ndryshon ligji për lejet e ndërtimit. Lejohet shtyrja afatit të lejes më shumë se një herë. Formula për Tiranën, taksa e re për shtëpit, sa do të paguani sipas zonës ku banoni. Deklarimi tatim fitimit, dorëzimi pasqyrave financiare vetëm elektronikisht. 17 institucione, 121 milion lek vetëm për bileta, fluturimet e administratës. Kreu i antimafjes pranon, tonelatët e drogës më detyruan të shkojnë në Shqipëri. 8 marsi, transporti publik në Tiranë, sot falas për të gjitha vajzat dhe nënat. Ndërprerja e sinjalit Ora News nga Digital, cënimi së drejtës. Goditja finale për call center, marrëveshja, të rikthehen në Itali call centerat dhe të krijohen 20.000 vende pune. Një opinion nga Kasam Seferi mban titullin Gjenerata e re dhe protesta e 18 shkurtit 2017. Nga Klodian Tomori, droga, skenari kopshëm i Shqipërisë.
nga Safet Ramolli, gruaja shqiptare me emra të mëdhenj. Klubi i Ballkanit, Rama rëmben pushkën në dorë, e ka me Berishën apo Gruevskin. Fletantari i autoritetit Simon Mirakaj, ja bashkëpunëtorët e rrezikuar nga hapja e dosjeve, po shqyrtohen 212.000 dosje të sigurimit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Standard, komisionet e vettingut, vendimi i rishqyrtimit të dosjeve, 2 standardet e Partisë Socialiste, në 2016 rrëzoi kërkesën e Partisë Demokratike. Partia Demokratike kërkoi në gusht të 2016-s, gjatë diskutimeve të ligjit të vettingut, fazën paraprake për dokumentet shtesë të kandidatëve, por Partia Socialiste refuzoi si antikushtetuese. 3 shkeljet e ligjit, Bylykbashi, kur Kalavera, Rama dhe Kuvendi sajojnë 2 faza të reja tek vettingu. Xhafa justifikon vendimin, nuk shkelëm kushtetutën. Ekskluzive, fluturon administrata. Garë nga zyrtarët qeveritar për rekorde në udhëtime, 121 milion lek vetëm për avion. Senatori italian në çadrën e liris, Mauro, nuk jeni vetëm në këtë betejë, qeveria po bojkoton demokracinë. Premtimi Bashës, shkolla me drek për nxënësit dhe 2 fishim të pagës së mësuesve. Delegacioni OSB Odirit nis takimet me palët politike, në fokus zgjedhjet. Lëvizja Socialiste për Integrim ka mungesë besimi. Dita e mësuesit, arsimtarës shpërngulen në call center, qeveria kujtohet për rritje pagash. Për Italinë, prokurori antimafjes italiane, Shqipëria furnizuesi i dytë në botë për drogat e lehta. Vendimi, gjykata kushtetuese shfuqizon vendimin me burgim të përjetshëm për Aldo Baren. Vizita zyrtare, bashkëpunim mes kontrollit të lartë të shtetit dhe byros shtetërore të auditimit të Kuvajtit. Trazirat vazhdojnë. Huliganët Maqedonas tentuan të digjnin Muzeun e Alfabetit Shqip në Manastir. Në brëndësit gazetës Standard sot është suplementi shëndet dhe estetik. Bizelet pastrojnë kolesterolin e keq në gjak. Ndikimi i kivit në sistemin imunitar janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Rilindja Demokratike në faqen e parë titujt Rama po kthen 97-ën, hap burgjet për Aldo Baren. Kreu i organizatës kriminale në panik nga lëvizja popullore dhe izolimi plot ndërkombëtar, po kërkon shpëtim tek bandat, duke provokuar destabilizimin e vendit. Thirrja e senatorit, mbroni lirin, qeveria bojkotoi demokracinë. Senatori Mario Mauro i bashkohet lëvizjes popullore, nuk do të lejojmë të ktheheni në epokën sovjetike. Basha, 2 fishim pagave të mësuesve. Në fund të mandatit të parë të qeverisë së parë të Republikës së Re, rrogat e mësuesve do të dyfishohen për arsimtarët e shkollave fillore, 9-vjeçare dhe të mesme. Presidenti viziti historike në Bujanovc dhe Preshev. Vendimi i qeverisë i hapi rrugë mbetjeve radioaktive. Rrëzohet përdhënuesi i Kavajës. I dënuari për vrasje, mësues shkolle në Dibër. Radhën për të liruar e ka Konstantini. Nga Bledi Kasmi botohet artikulli Kush urron nga shpata do të bjerë. Nga Artur Roshi, Frika nga numrat. Nga Orhan Sakiqi, 2 mësueset janë titujt e faqes së parë të Rilindjes Demokratike. Gazeta Integrimi në faqen e parë titujt 7 marsi, Lëvizja Socialiste për Integrim uron mësuesit. Kejdi Mehmetaj, Lëvizja Socialiste për Integrim vëmendje maksimale arsimit, të garantojmë më shumë cilësi. Zëvendës Ministri i Arsimit Nora Malaj, respekt dhe mirënjohje për të gjithë mësuesit e Shqipërisë, për kontributin e tyre të çmuar dhe sakrificat për edukimin e brezit të ri. Lëvizja Rinore për Integrim, lule dhe letër urimi për mësuesit. Kryetarja e Lëvizjes Rinore për Integrim, Florida Kërpaçi. Ne të rinjtë të Lëvizjes Socialiste për Integrim e shohim të ardhmen e vendit tek arsimimi më cilësor. Database për grumbullimin e të dhënave të mbetjeve në vend. Lefter Koka, bashkitë janë transparente me qytetarët për sasinë e mbetjeve në administrim. Elbasan, vijon kompensimi fermerëve të dëmtuar nga dermatoza nodulare. Edmonda Gjinasto, cilësia dhe siguria ushqimore, prioritet në programin e LSI-s. Kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, takim me misionin monitorues të OSBE Odirit.
Luan Rama, listat e hapura, mundësi reale që qytetarët të zgjedhin, jo vetëm të votojnë. Ministri i Bujqësisë në mbledhjen e bordit të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Edmond Panariti, të krijohet kodeksi ushqimor. Siguria ushqimore të jetë prioritet i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Federica Mogherini, Bashkimi Evropian të angazhohet më shumë në Ballkanin Perëndimor. Raportim ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Një koment nga G. Monell mban titullin Gjeopolitika e ekonomisë globale. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, Muzaka rigjen Tiranën. Ju tregoj pengjet e mia. Mes fushori Skënderbeut, nuk ishte faji im për largimin, tani dua titullin në Korçë. Salihi, mbrojtësit u mësuan me mua, jap se po shënoj pak. Champions, Bayern i frikshëm, Ramos i shuan ëndrat Napoli të hysajt. Itali, Chiellini tradhton Juven, kam qenë tifoz i Milanit. Ancelotti, e mbajta premtimin, fituam si në Myni. Sarri, jap se e markova Ramosin me Elseid Hysajn. Ramos, donin kokën time, por tani jam hero. Statistikat, kategoria superiore, e parafundit në botë për sasinë e golave. Flamurtari, rikthimi i Shkodrës, kisha frikë të luaja, Kilet i heq shpejt. Skandal në Burrel, e heqin se nuk i landeshjen Kamzës. Administratori Kastriot Rama denoncon Bashkin, më shkarkuan se nuk pranova pazarin. Shkodranët, Vllaznia, pagat janë një firmë larg, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport, dhe kemi lezuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj regjin të transmetoj një blog informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.